Po të thesh një këtë. Në vitin 2002, Komisioni Kthimit dhe Kombesimit të Pronarëve, të ish pronarëve të prefekturës Qarku Durrës, i përbër nga Vasil Hila, Josif Sollaku, Ilmi Barometa, Sanie Bleta dhe Anila Rapi, me përkatësit, më thë kryetarë dhe antarë të tjerët, vendosën që 400... Vendosën? Vendosën! Pik. Se e dhash me kantilen. Vendosën. Jo, vendosën. Që zotris, thoma, nisi, të kompensohet në pronën, në më thënë në filan vënd, në pranë Buzës Delja, këtë gjuna tjerë. Objekti X. X. Në regu të rikdo. Ta gëzosh tokën. U vendos. Iko. Ka vull, ka datë. Gjitha, mërë të gjitha. Republika Shqipërisë e noterizuar gjitha. Që iku kjo. U vendos. U mjë mua besë. Zotria, në pamundësi ekonomike, për të managjuar si tokë, i ashiti dikuj tjetër. S'po e përmend. I ashiti një tjetër. Të noteri u vendos. Gjitha më në rregull, Iko. Bukur. Këti të dytit, ja blen qytetari, që e ka emrin, Naim Kapiti. Naimi ja blen, me noterie, me gjitha, me bukur. Dhe në vitin... Në pas të pëlqimit të palve shkëmbeta. Bravo, gjitha dhe... Kur e bleu, mori dhe një vërtetimi hipotekor. Në datë 7/6/2012 që kjo ashtë toka jeme. Vërtetimi hipotekor për atë që bleu. Fal. Ka vull kjo gjëja? Me vull. Dokument, Republika Shqipërisë me një tjetër të tizë në kuptova. Gjitha, në regull. Artën treguese ku është prona gjitha jo ku e ke. Dakor tje? 400 metra katror. Regull. Tash jemi në regull, tash. Këtë tokë se lunkush. Këtë tokë se lunkush. Kush e lunkush? Mosha të gjegje në të. E luminon e tokë. E luin aty. Në emër të Republikës. Ashtu luet toka. Është vërtetim hipotekor. Ska, është tokë e ti, maroj. U kry, maroj. E kush e luan tash këtë? Bopi. Në këtë moment në skenë shfaqet Bopi. Bopi që nuk, më falë, mund të them termin, ju kërkoj falje. Më se thuj. Nuk pjerdh fare për këto. Fare. Për te saj. Ky komision i 2002 ka kompensuar shumë ish pronar që kam pasur toka diku tjetër për të zënë dhe shteti ju dha aty diku, themi në vijën e parë Buzdetit. Ashtu u kompensuan të gjithë. Në kuadratin e zotris, që më thënë pronari treqe zoti Kapiti, në 400 metrat e ti u ndërtua një pallat që i mori një pjesë këtë tokës. Mi pësi të bëshe, mund të penalizoheshe ky pallati për këtë në atë ko, hynë në loj, Bobi. Shfaqet Bobi. Degje pak qytetarë që janë kohë të shkrejtë e thotë, a monëmër, kur të gje pajse u qmena? Degje pak. Sot kemi dalë në lagjën 13 në plazhin e Durrësit, kemi ardhur për ankesën e zotit Naim Kapiti, i cili thotë se i është marrë prona me një vendim të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës me gjyqtare Dhurata Bilën. Kjo është prona e tij e vërteton edhe me certifikat pronësie. Ne ju kemi drejtuar emisionit Qathu dhe televizionit Agon në lidhje me pronën time me një vendim tepër trondis dhe tepër skandaloz. Këtë pronë që kemi blerë këtu, ne duhet të akzojmë, pasi unë jam i treti blerës dhe kërkoj nga institucioni juj të sensibilizohet problemi që mu me ka ndodhur në këtë pronë. Kam vërtetimin e pronësis, kam kontratën e gjithblerës dhe i kam të gjitha si pas ligjit që është në fuqi. Pas kësaj historie, ish avokatura shtetit me hudhin e gjyq për uzurpim prone. Odiseja kësaj historie është pasi pronari këtij pallati t'ia shkel gjitha kondicionet e ndërtimit dhe ka cenu dhe pronën time. Këtu shteti ka kompensu 212 vendime prone, për çudi i vetmi vendim duhet kthehet. Prandaj gjanat janë dhe duhet shkojnë në vendin e tyre dhe i kërkoj ministrit drejtësisë nëpërmes televizorit uj të hetoj dhe prokurorit përgjithshëm. Bukur fort Mashaliga. Sot më tepër Hallexiu. Bukur fort Mashaliga. Naim ishte të gjuat Naim Kapiti. Cili tha, kam tokën time, kam ble jam dore tretë. Mërsi i botë në këtë vend mëse u çmena, ma ka zonë tjetër me gjysë pallati. Jo? Vendim në emër të Republikës. Gjykata rrethit gjyqësor Durrës përbërë nga kryetari seancës gjyqësore Dhurata Bilo. Që thot Dhurata Bilo në fund fare vendosi. Kjo tokë ashtë tokë e shtetit. Kjo tokë i takon shtetit.
e vendosi gjykata rreth gjyqësor Durrës. Kjo që vendos ka kështu. Në vitin 1913 i bën gjërat kjo se kështu ishte atëherë, ta merrte beu i fshatit, thua të. Atëherë kërkon vendosi fshirjen e pronësisë. Pra, unë dua t'i bëj një pyetje një zonjës Dhurata Bilo. Zonja Dhurata, në qoftë se sipërfaqja e tokës së shtetit ishte 400 metra katror dhe këtë se luan topi, sepse ka vërtetim për të korë dhe Komisioni i Kthimit Pronave që ka thënë 400 metra katror. Të themi gjysma zën nga ky pallati. Po. Jam dakord që kjo tokë që ka tokë shtet, 400 metra katror. Si do bëhet me këtë 200 metrashin që ka zënë ky pallati? Kjo është pjesë shteti? Apo mbiti pak avokatin? Prona që ka pronari Naim Kapiti është një pronë e fituar në mënyrë të lishme, në bazë të ligjit shqiptar. Pra, këtë pronë ka fituar me një shit blerje dhe është pronari i tretë në këtë pronë, por edhe origjina e kësaj prone është po kështu e lishme. Pasi, pronari parë, Thomanisi, e ka përfituar këtë pronë si kompensim bazë të ligjit të kompensimit të pronarëve të vitit 1994 dhe duke padur interesat e veta, ja ka shitur një familje me mbiemër Vata. Vata ja ka shitur Naimit, pronë e cila është kthyer me vendim të Komisionit të Kthimit Pronave, numër 111-783 fraksion 2, datë 28/6/2002, pas gjithë kësaj kohe, Këshilli i Ministrave, i shtyr nga një kufitar i tij, domethënë, që sigurisht preken dhe interesat, ka filluar një padi civile me objekt njëjën pronar të vetë shtetit në këtë pronë. Kjo padi nuk duhet kishte filluar dhe kjo padi duhet të kthyer mbrapsht nga gjykata, për faktin se nuk u plotëson kriteret e përcaktuara në nenin 154 të Kodit Procedurë Civile dhe 468. Për faktin se objekti i kësaj padie është njoja e shtetit pronar nga Naim Kapiti. Pra, nëse shteti don vërtet të ngrej një padi lishme, duhet patjetër të godisë në themel që nga momenti i kthimit të Thomanisit ta deklarojë të pavlefshëm absolutisht aktin administrativ. Në fakt, gjykata në këtë vendim, i cili sipas mendimit tim është një vendim i pabazuar në prova dhe fakte ligjore, është jo logjik, çdo pavlefshmëri absolute e një akti administrativ ose një veprimi juridik duhet shoqërohet edhe me zgjidhjen e pasojave. Qytetarët shqiptar duhet kenë frikë në shtetin e tyre, sepse shteti një ditë ta jep pronën dhe pas 10 vjetësh vjen ta merr prapë. Cili është ky investitori huaj ose shqiptar që do blej prona në Shqipëri? Të drejtë kemo zoti avokat, Ora, dua ta mbyll me fjalët lapidar të avokatit që qytetarët shqiptar duhet të kenë frikë në këtë shtet, sepse sot i jep tokën dhe mas 10 vitesh ta merr. Megjithatë, tyrën pak në terma juridik, megjithëse ta merr, ora vërtet mund të jetë tokë shteti ose i kërkohet për një arsye madhore, për vepër, për rizot central, për reku rrudha, për shkollë, po duhet më paguash më zotëri. Duhet më të dëmësh përblesh. Duhet më japësh para që kam harxuar për ta blerë tokë dhe investimin që kam në të. Më fal, ti e ke parë që biznesmenë shqiptar nuk kanë frikë kur hyjnë kazino me 300.000 euro me vete dhe kanë frikë kur shkojnë në hoteli? Se thonë hamon më po më dalin një 6 pronar tjerë kësaj toke, më ku do t'i huptoj. Ore te kazinoja e bëj halal se e di e kuqe e zezë e kuqe e zezë do ta. Ndërkohë zoti Naim Kapiti, pronari i lishëm i kësaj toke, vërtetuar me gjithë dokumentat që ka ky shtet, i drejtohet në kërkesë ankimore Komisionit Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ku momentalisht është drejtoresha e përgjithshme zonja Sonila Qato, cilën e përshëndes, i thot amani mors, si mund të gjej thot, sepse gjykata e Durrësit nuk duhet të kundërshtoj vendimin e gjykatës së Durrësit, thotë që i thot kjo tokë është shtet. Ma keni dhënë ju si ka mundësi. Edhe institucioni pra drejtuar nga zonja Sonila Qato përgjigjet vetëm kaq. Më dëgjoj pak lutem? Po, të dëgjoj. Gjykata. Stop. Unë të dëgjoj. Po vall, po të dëgjojnë ata? Absolutisht po. Thotë, nuk po hyn në numrat kaq, po thotë tekstualisht kështu. Gjykata e rrethit gjyqësor Durrës ka gabuar në marrjen në shqyrtim të çështjes, pasi nuk ka kompetencë lëndore për shqyrtimin e saj. Pra jo vetëm vendimi që është i gabuar, po ke gabuar kur e ke marrë më i zotë Dhurata ta shqyrtosh të çështje.
Ke gabuar, më ke gabuar, shumë ke gabuar. Moj zonjë Atëherë. nderuar, që kur ta zgjaste ai ti duhet thojë, Jo, po. Kjo ishte Odiseja e Zotit Kapiti. Një pyetje kam Unë më për thuaj. zotin Kapiti. Më thuaj, po. Ky mund ta pi një kafe me Bobin? Se kote ka. Dëgjon, ore edhe zonja e nderuar Sonila, edhe gjitha këto. Ky zoti Kapiti duhet të takosh pak Bobin. Bobi është ai. Më fal, jo. Unë, tu të lutem. Bobi- Iqe nga mend. Bobi është ai që në djalë. Vatikan njerëzit thonë, Bobin e njohim, po ky me të bardha afër Bobit kush është? Okej, po. Atëherë, Bobi mund të jetë dhe mashkull dhe femër këtë rast, se nuk ka përkatësi gjinore. Këtu në këtë tavolinë, në këtë emision, në këtë ekran që na shohin të dy, nuk ka boba. Do të ketë letra shteti, se vajmë me det për këtë vend. Jo, të lutem. Tu Miku im i ka dashur. hipotek, ministër drejtësie, ka dhurata Bino, Bino si e kishe po Ke urojë. 15 vjet, njëri goshdës tjetri patkojit. Dhe njëri ka lorsin. Di çapo Po bëni. bëm ka lorsin. Letrat i kemi ne. Letër e hapur. Ore, letrat i kemi ne, s'po zhdukim dot bobat. Atere, thotë, drejtuar thot, letër e hapur për Zotin Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Zotin Asip Naço, ministri i drejtësisë, prokurorisë së përgjithshme, avokatit të popullit, ambasadës së SBA-s, ambasadës britanike, gazetës Bulevard dhe emisionit që thu në TV Agon Channel. Ne do t'i kthehemi këtij problemi, absolutisht do t'i kthehemi. Deri te ministri i drejtësisë, sepse nuk është rasti vetëm, është një rast përgjithësues që shumë qytetarë shqiptar kanë marrë tokat nga ky shtet dhe po ky shtet, që rëndësi ka se kush parti drejton, shteti është një, ju ja merr pa kur fare të keqe. Themi vetëm pas pak, urdhëroj. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.